Jemi drejt për së drejti nga stadiumi Bashkim Sulejmani i qytetit të Kuçovës, ku do të transmetojmë ndeshjen e fundit të këtij kampionati midis skuadrës vendase të Naftëtarit dhe skuadrës kryesuese të këtij grupi, Beslidhjes së Lezhës. Është një ndeshje e cila ka vlera vetëm statistikore, pasi skuadra lezhjane është shpallur kampione e kategorisë A, e kategorisë 2 në grupin A, dhe pritet vetëm ceremonia zyrtare, ndërkohë që duhet theksuar fakti se skuadra lezhjane vjen në këtë takim pa humbur dhe ka vetëm 3 barazime, prej të cilave 2 me skuadrën e Sopotit dhe 1 me skuadrën e Shirokës, pra ka barazuar me Sopotin në Lezhë 0-0 dhe në Liberazh 1-1, ndërsa me Shirokën, ekipin e Shirokës në Shkodër, ka barazuar në shifrat 1-1, ndërkohë që 2 kapitenët e skuadrave janë në qendër të fushës. Është hedhur, po bëhet fotografia e çastit, është hedhur dhe shorti i fushave, të shohim. Kjo ndeshje do të transmetohet drejt për drejt në valët e Star Plus dhe në Facebookun e Agostin Cin Marinit, siç ka ndodhur edhe herë të tjera. Ndërkohë që skuadrat janë vendosur në fush, skuadra vendase Naftëtarit po bën fotografinë e çastit dhe tani lojtarët janë shpërndar për të zënë pozicionet e tyre në fushën e lojës, ndërkohë që sipas vendosjes skuadra mike e Beslidhjes është në anën veriore të stadiumit Bashkim Sulejmani, ndërsa skuadra vendase e Naftëtarit është në anën perëndimore të këtij stadiumi. Ashtu si ka ndodhur dhe herë të tjera, për të ndjekur këtë ndeshje dhe emocionet që do të prodhojë kjo ndeshje, jo vetëm gjatë minutave të lojës, por edhe gjatë ceremonisë së dhënies së titullit, kanë ardhur një numër i konsiderueshëm dhe tani ka filluar ndeshja midis skuadrës së Naftëtarit dhe Beslidhjes, ndërkohë që skuadrat kanë filluar lojën me këtë formacion. Skuadra vendase Naftëtari luan me Refat, pastaj nga e majta në të djathtë Malaj, Gjishti, kapiteni skuadrës, Dedaj, Gjyrkon, Nuduku, Azizaj, Rafael, Brooklyn, Benson dhe Obina. Skuadra vendase luan me skemër 4-1-2-3, ndërsa skuadra mike e Beslidhjes, trajneri i skuadrës së Naftëtarit është Eldison Kapo, ndërsa skuadra mike e Beslidhjes luan me këtë formacion në portë Molla, pastaj në mbrojtje nga e majta në të djathtë Ramilli, Beci, Nesiri, Nani, Onana, Kruja, Mehmeti, Hila, Akansase dhe Gurbanov. Trajneri i skuadrës së Beslidhjes është Elvis Plori. Beslidhja luan me skemën 1-3-3-2-2. Teksa shohim përbërjen e skuadrës, mungojnë disa lojtarë të formacionit bazë, por ndoshta edhe taktik e trajnerit Plori. Është një goditje nga këndi në favor të skuadrës së Naftëtarit, nga krahu i djathtë i sulmit të kësaj skuadre. Topi brenda zonës, por ka dalë portieri Molla, e ka goditur topin, por njëri prej lojtarëve të skuadrës vendase të Naftëtarit është pikërisht numri 19 i kësaj skuadre, që ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar, dhe është Benson. Aksion i skuadrës së Naftëtarit.
Topi është në rrethin e mesit fushit, kthyer paksa prapa kapiteni i skuadrës Naftëtarit Gjishti me numër 3 ka kthyer topin prapa dhe niset një top i gjatë nga mbrojtja për në rrethin e mesit fushës, por aty është mesfushori i skuadrës. Aksioni i skuadrës së Naftëtarit nga krahu i djathtë, po ka ndërhyr aty temja e ka larguar rrezikun në portën e tij. Ishte një aksion i shpejt i skuadrës vendase nga krahu i majt. Vazhdon përsëri skuadra e Naftëtarit, ka filluar me një epërsi të lehtë të skuadrës vendase të Naftëtarit, pati 2 momente në harkun kohor të 1 minuti, ndërkohë që kanë kaluar 2 minuta loj, rezultati vazhdon i bardhë 0-0, ndërkohë që këtë ndeshje janë duke drejtuar një trup gjyqësore mikse me kryesor Kristi Hoxha nga Gjirokastra. Aksioni shpejt, një rast i humbur i Akansases, por sa duket ai ka parë se ishte në pozicion jashtë loje, s'kishte si të ndodhte që të shpërdoronte atë rast Akansase, por ka qenë në pozicion jashtë loje. Kapiteni i skuadrës Beslides në ndeshjen e sotme është numri 27 Hila. Pra kalon ky moment pa problem. Ishte një pozicion jashtë loje. Azizaj ka pasuar një top të gjatë, por është ndërhyrja e mbrojtësit. Përsëri skuadra Naftëtarit në aksion nga krahu i djathtë, por Beci Kja ka president Naftari? Apo shikon kretari këtuti? Ora president Naftari, ma s'kesh ato qikë të kon kretari. Ora tjera. I regu të që këtë tjetë. Po tave me nga. Aksioni shpejt i skuadrës Beslides ka gabuar në pasim Ila. Nuk të të bia, oke. 3-0 ndeshje. Rivënja nësore për skuadrën e Naftëtarit, por ka ndërhyrë lojtarët e skuadrës së Beslides, që ishte kapiteni Hila. Përsëri Hila ka dërguar një top në të djathtë për Krujën, gjithë një Kruja ka shmangur një lojtar. Mehmeti ka kthyer topin prapa për tek Ramili. Në të majt të aksionit të skuadrës së Beslidjes është i topi kthyer përsëri prapa. Është Nana me Nanin kanë kombinuar një me tjetër, është kthyer topi tek Beci. Neziri, topi gjatë. Kemi një ndërhyrje të gjyqtarit kryesor dhe ka qenë një goditje, ndërhyrje e gabuar në sulm me njërit prej sulmuesve të skuadrës së Beslidjes. Ka qenë sa duket Akansase. Rivënja goditje dënimit është ekzekutuar nga njëri prej mbrojtësve të skuadrës së Naftëtarit, ka nisur një aksion i tyre, por i ndërprer ka ndërhyrë miqt nga Lesha, një top i gjatë i Mehmetit dhe rivënje i dal jashtë vijeve kufizuese të fushës, rivënje anësore me duar në favor të skuadrës vendase. Është mbrojtësi
i majt Malaj, pastaj Nuduku me topin sotrim e ka dërguar për te Brooklyn, e nis një aksion i shpejt. Brooklyn e ka zotruar topin jashtë vijave kufizuese të fushës dhe është Neziri, rivënja nësore. Azizaj dhe topi jashtë vijave kufizuese për të rivën me duar në lojtarët e skuadrës së Beslidjes, të cilët është Brooklyn, gjithë një Brooklyn ka kthyer prapa për te kapiteni i skuadrës Gjishti, e ky ka pasuar përsëri në thellësi për numrin 15 Dedaj, pastaj kapiteni i skuadrës Gjishti, rivënje anësore për skuadrën e Naftëtarit. Ka ndërhyrë njëri për mbrojtësve të skuadrës Beslidjes, e ka qenë sa duket kapiteni Hila, e ka larguar topin në rivënje anësore, e cila do të kryhet nga Dedaj me numër 15. Ka një ndërhyrje të gabuar në dëm të Akansasës nga Dedaj, mbrojtësi Dedaj, sa duket ka detyrë ta mbulojnë çdo sektor të fushës sulmuesin dhe golshënuesin e skuadrës Beslidjes Akansase. Beslidja Gurbanov ka gabuar Akansase, Kruja në krahun e djathtë ka harkuar mjaft bukur topi brenda zonës, po ndërhyn mbrojtja ka larguar Nani Neziri, përsëri Neziri për tek Mehmeti, Ramili në krahun e majt të mesit fushës, Ramili, gjithë një Ramili, ka lëshuar një top të gjatë brenda zonës, është arritur nga sulmuesi i skuadrës së Beslidjes. Neziri goditje dënimi për skuadrën e Naftëtarit. Kanë kaluar 8 minuta loj, rezultati vazhdon të jetë i barabartë 0-0. Nis një aksion i skuadrës së Naftëtarit.
Brenda zonës është Brooklyn, ka pasuar për tek Malej. Përsëri mbrojtësi Malej i ardhur nga mbrojtja në vijën sulmuese, ka gabuar pas emër dhe ka ndryrë lojtarët e skuadrës së Beslidjes. Është Kruja, ka kthyer një top pas për Nezirin, Neziri për Mehmetin Gurbanov. Por topi është marrë nga lojtarët e skuadrës së Naftatarit, të cilit nisi një aksion Azizaj me numrin 7, një lojtar i ardhur nga shkolla e mjeshtrisë sportive të Tiranës, që ka luajtur me ekipin e kësaj shkolle. Shkëndija është një mesfushor me tipare tekniko-taktike mjaft të larta, që këtë sezon luan për skuadrën e Naftatarit. Është Hila, ka pasuar por ka ndërhyrë aty numri 5 Nuduku, rivënjënësore në favor të skuadrës Beslidjes. Ka kaluar 10 minuta loj, Naftatarit 0 e Beslidja e Lezhës 0. Është neshja e fundit e këtij kampionati, pra të grupit A të kategorisë së dytë, ku Beslidja kryeson e vetme me 15 e 1 pikë dhe ka siguruar daljen në kategorinë e parë 2 javë para përfundimit të kampionatit. Siç e thamë në krye të herës, kjo ndeshje sot në Kuçov është një ndeshje që ka vlera statistikore vetëm, pasi skuadra e Beslidjes e ka realizuar tashmë objektivin e saj fal mbështetjes së presidentit zotit Pierin Fushaj, i cili momenti vështira kanë sase brenda zonës me kokë, por ka pritur portieri Refat. Është minuta e 12. Ishte një aksion i skuadrës mike të Beslidjes, një top i harkuar brenda zonës, akansase me kokë, por portieri i skuadrës vendas Refat ka ndërhyrë dhe ka pritur pa vështirësi topin. Është një aksion nga krahu i majt, është mbrojtësi Malaj, ka nisur një top të gjatë, por Temja në pali ishte Beci dhe jo Temja. Mehmeti Hila ka pasuar në të majt për Nanin dhe rivënje ansore për skuadrën e Naftatarit, ndërkohë që skuadrën e Beslidjes, ashtu siç edhe herët e tjera, po ndjek drejt për drejti nga shkallët e tribunës sëndërore dhe presidenti i saj, zoti Pierin Fushaj, falë të cilit Beslidja është këtu ku është, pra është sezoni e ardhshëm
do të luaj në kategorinë e parë, një objektiv i realizuar nga presidenca me në krye zotin Pirin Fushaj, në bashkëpunim dhe me Bashkinë e Lezhës me kryetar zotin Pirin Dreu. Është një rivënjë anësore në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës naftëtarit ka rënë disi ritmi i lojës. U nis fillimisht me një përsi të lehtë të skuadrës vendase të naftëtarit, por tashmë loja ka rënë në rrjedhat e qeta të saj, luhet kryesisht në mesin e fushës dhe skuadrat sa duket po studiojnë njëra tjetrën për të shfrytzuar pastaj. Gurbanov, gjithë një Gurbanov ka pasur për të Kruja, aksion i skuadrës së Besli Kruja. Ka shmangur një lojtar, ka pasuar në harkun e 16 metrashit, por ka vonuar në pasim Gurbanov, por përsëri Ramili ka kthyer, ka pasuar një top të gjatë për Becin, Neziri. Rivënjë anësore për skuadrën e naftëtarit. Duhet të evidentuar fakti se në radhët e skuadrës së Beslidhjes janë edhe dy golshënuesit më të mirë të kampionatit të kategorisë dytë, Jesmin Raboshta, i cili nuk është në ndeshjen e sotme në formacionin bazë, dhe Akan Sase, që është në lojë. Skuadra lezhjane ka shënuar 15 e 6 apo 7 gola dhe ka pësuar vetëm 59 gola dhe ka pësuar vetëm 7 gola, që i bie që është skuadra me sulmin më të mirë, si që dhe skuadra me mbrojtjen më të mirë, dhe si që është dhe skuadra që nuk ka humbur për gjatë gjithë kampionatit. Ndoshta është një rast ky për të regjistruar si i veçantë në llojin e vet, ku një skuadër, nëse kuptohet kjo ndeshje, nuk do të shoj humbje Beslidhja. Është një rast ndoshta i rrallë që një skuadër e mbyll kampionatin pa humbur. Neziri ka shqetësimin e numrit 22 Malaj. Beci ka shuar një top për Ramilin, nga djatha në të majt Hila ka pasur Majtas për Gjobe, të regjistruar në protokoll me emrin Nani. Lojtarët, sidomos lojtarët me ngjyrë, kanë disa emra ta ndryshe që shkruar në protokoll, ndryshe i kanë të fiksuar trajnerët, dhe evidentimi tyre është vetëm në emrat që kanë në bluzat e tyre. Skuadra e naftëtarit po luan me uniformën bardhë zi, numrat me ngjyrë të zezë dhe mbathjet, ndërsa getat dhe bluzat me ngjyrë të bardhë, ndërsa skuadra mike e Beslidhjes luan me uniformën tradicionale të saj, kuqe verdh, bluzat të dominuar me ngjyrë të verdh me disa shrita vertikal dhe numrat me ngjyrë të kuqe,
mbathjet dhe getat me ngjyrë të kuqe. Kemi një hezitim të lojtarëve, sa duket edhe lojtarët e skuadrës së Beslidhjes nuk kanë preferuar të vazhdojnë aksionin pasi një koleg i tyre ka nevojë për ndërhyrjen për ndihmën mjekësore dhe gjyqtari kryesor i takimit i ndodhur fare pranë lojtarit. Është sa duket me sa shohim nga kjo distancë është i dëmtuar kapiteni i skuadrës me numër 3 Gjishti dhe gjyqtari kryesor i takimit ka kërkuar stafin mjekësor për t'i ardhur në ndihmë, ndërkohë që lojtarët e tjerë shfrytëzojnë këtë moment për të freskuar disi, bashkë është një temperaturë e nxehtë, do të thoja një temperaturë Izë 26-27 gradë, pra është një temperaturë verore, duke patur parasysh se Kosova është edhe ndër vendet më të nxehta të territorit të Republikës së Shqipërisë. Shtojmë këtu edhe lodhjen fizike të lojtarëve dhe ka rifilluar loja. Beci ka lëshuar një top për Ramillin, pastaj Nani, Gurbanov, gjujtje jo ashtu si çdo të ishte, në fakt për të harruar e Krujës nga krahu i djathtë dhe topi do të rivehet në lojë nga portieri një skuadrës vendas e Refat. Është për transparencë të atyre që na ndjekin në radhët Bemedia dhe një fakt tjetër, në radhët e skuadrës së Naftëtarit një lojtar është me mbiemrin Dedaj, po për vetëm mbiemri i njëjtë me atë timin dhe nuk ka ose nuk kemi asnjë lidhje me njëri tjetrin. E bëra këtë sqarim për të sqaruar dhe pozicionin tim, se mbase ata që na ndjekin mund ta konsiderojnë edhe në tonë za konflikt interesi, pasi lojtari mbrojtësi Dedaj deri në këto momente është paraqitur mjaft mirë dhe po e mbulon me mjaft efikasitet sulmuesin kryesor të skuadrës Beslidhjes dhe një herë golshnuesin kryesor të saj pas raportës. Akan Sase po e markon mjaft mirë duke e mbuluar pothuajse siç i thon një për një ose hap pas hapi ose këmbë pas këmbe. Aksioni shpejt i skuadrës Naftëtarit nga krahu i majt është numri 21, i cili Brooklyn, por ka ndërhyrë aty, ka patur përballë në Ziri një mbrojtës me eksperiencë, i cili e ka shoqëruar topin derisa ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës pa problem për portën e portierit të mbrojtur nga për portën e mbrojtur nga portieri Molla. Është Beci, ka lëshuar një top të gjatë për Akan Sasën, por kapiteni i skuadrës Gjishti ka ndërhyrë. Hila ishte një top mjaft i bukur, por pozicion jashtë loje. Kapiteni i skuadrës në këtë ndeshje Hila ka parë lëvizjen Akan Sase, i cili ka shkputur, ka goditur me kokë, por
ka qenë në pozicion jashtë loje, kështu që nuk vlen edhe ky aksion i skuadrës teksa kemi arritur në minutën e 25 të ndeshjes, vazhdon rezultati në shifrat e bardha 0-0, ndërkohë në minutën e 12 ka qenë një aksion i skuadrës mike të Beslidhjes, një top i harkuar mjaft bukur nga Kruja, nga djathta në qendër të zonës rrepsisë, aty ka kërcyer me kokë akansase, por portieri i skuadrës vendase Refat në pozicionin e duhur ka reaguar dhe ka larguar problemet për portën e tij. Është një lojë që nuk është ngjitur, është një lojë nën ritmin mesatar. Tham edhe më përpara është një i nxehtë përvolues, do të thonim. Azizaj ka ndërhyrë para akansase dhe i ka marrë topin dhe ka nisur një aksion nga mesi fushës në të majt, aksioni cili është ndërprerë nga lojtarët e skuadrës mike të Beslidhjes. Rivënje me duar, Hila, gjithë një Hila ka pasuar mjaft bukur për akansase, por ka ndërhyrë aty Dedaj dhe ka topi ka dalë jashtë vijave kufizuese në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Vazhdon aksioni Mehmeti topi zotrohet në lojtarët e skuadrës vendase. Beci ka dalë në ndihmë të sulmit. Beci një luftim me kokë ka dalë i fituar, ka pasuar për Gurbanov, i cili ka lëshuar një top për Nanin. Me krah të djathtë është Kruja, gjithë një Kruja ka shmangur një mbrojtës, e ka harkuar topin brenda zonës dhe Gjurkon e ka shoqëruar topin edhe lënë të dalë jashtë vijave kufizuese për të rivënë. Jemi në minutën e 25, vazhdon rezultati bardhë 0-0. Është një lojë, do të thoja, në nivelin mesatar. Ka patur vetëm një rast skuadra mike në minutën e 12 me anta Kansasës. Loja filloi shpejt dhe u duk sikur u dominua për 3-4 minutat e para nga skuadra vendase naftatarit, dhe më pas gjithçka po rrjedh në ujra në rrjedhën e qetë neutrale, pa problem për asnjërin akansase, por ka ndërhyrë aty me mjaft intuit mbrojtësi dhe përsëri këmbgul skuadra Beslidhjes Kruja dhe gol, pra 1-0. Ka shënuar kapiteni i skuadrës sa duket Hila. Minuta e 30 e këtij takimi, skuadra mike e Beslidhjes ka shënuar golin e parë. Ishte një aksion vërtet i bukur dhe brenda zonës ka kërcyer me kokë Hila. Të shohim, saksojmë gol shënuesin, po Hila, kapiteni i skuadrës, ka shënuar golin e parë, pra i realizuar në minutën e 30, natyrisht. Sipas
kronometrit ton, por minutat nuk është dha që rëndësishëm minuta kur është shënuar goli se sa shënimi i tij dhe ndryshimi i rezultatit në favor të skuadrës mike të Beslidjes, e cila që prej minutës së 30 kryeson me rezultatin 1-0 dhe vijon udhën e fitoreve të një pasnjëshme. Pra sa duket skuadra mike e Beslidjes është vendosur për ta fituar edhe këtë ndeshje akansase, por ka ndërhyrë aty mbrojtësi Malaj dhe ka lënë topin që të shkojë në duart e portierit Refat. Ishte një aksion i shpejt i skuadrës së Beslidjes, tentoi të sulmoj akansase i vetëm, por mbrojtësi Malaj i vëmendshëm ka ndjekur çdo lëvizje të topit të Akansases dhe ka lënë topin të shkojë drejt zonës, duke patur parasysh se kishte dalë për ta pritur edhe portierit i skuadrës vendase. Refat, pra 32 minuta loj, 1-0 për skuadrën e Beslidjes, ose 0-1 siç duhet thonë, me gol të Ardit Hilës, kapitenit skuadrës në ndeshjen e sotme. Në minutën e 30, topi është jashtë vijave kufizuese të fushës, është Azizaj, ka pasuar për Rafael, Beci me kokë e ka dërguar topin jashtë në rivënjë anësore për skuadrën e naftëtarit. Të shohim a është rivënjë anësore apo goditje këndi, por është rivënjë anësore. Po fryn njerë lehtë, por jo për ndikuar në ka një moment të diskutueshëm. Lojtarët vendas pretendojnë për një hyrje të gabuar të mbrojtjes së skuadrës Beslidjes, e nis kështu një aksion tjetër. Kurbanov ka gabuar, pasi ka qenë ndërhyrje shumë e saktë kapitenit të skuadrës Gjishti, që i ka ndaluar topin Gurbanov, i cili kishte nisur të varponte me shpejtësi, dhe nëse do të kalonte mbrojtësin Gjishti, kapitenin e skuadrës, pastaj edhe mund të kishte rrezikuar në portën e skuadrës naftëtarit, dhe ka mbajtur më shumë se sa duhet topi. Njëri për lojtarëve të skuadrës së naftëtarit ka shkuar dhe Azizaj, por topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë në portieri i skuadrës së Beslidjes Molla me numër 25. «35 minuta loj, Naftëtari 0 e Beslidja 1, me gol të shënuar minutën e 30 nga kapiteni Hila, pasi aksionit të bukur të skuadrës Beslidjes. Mehmeti ka pasuar për tek Kruja, gjithë një Kruja ka harkuar nga i djatha në të majt brenda zonës së 11 metrëshit, por të 16 metrëshit tek pika 11 metrëshit, por ka dalë portieri dhe ka nisur me shumë forcë në drejtim të mesit fushës. Nis aksion i shpejt i skuadrës vendase, një top nga i djatha në të majt, është aty numri 11 Rafael, ka pasuar për tek Azizaj, gjithë një Azizaj, mes fushori Azizaj, ka kthyer topin prapa Azizaj, por ka ndërhyrë Nani, ose më falni Gjobe, por nuk ka mundur ta vërë topin në sotrim të tij, dhe kemi rivënje me duar në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Naftëtarit. Është aty Rafael, ka pasuar brenda zonës, ka ndërhyrje të mbrojtësit Beci,
Akansase ka pasur mjaft bukur për tek Kruja, por ka ndërhyrë aty Malaj, mjaft I vendosur mbrojtësi Malaj, Rafael dhe ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar Ramili. Rafael Mehmeti për Lezhanët ka kthyri top prapa për tek Beci, I cili ka harkuar një top të shpejt për Krujën në krahun e djathtë. Gjithë një Kruja ka harkuar, por ka dal portieri I skuadrës së Naftëtarit Refat, I cili me këmbë, si të ishte një mbrojtës qendre, e ka larguar topin njëherësh dhe rrezikun që kanosej në portën e tij. Mehmeti ka kthyer një top prapa. Ramili Majtas për tek Gjobe. Gjobe nga Majta ka tentuar të harkoj, por topi ka qenë Togas dhe ka ndërhyrë aty njëri prej mbrojtësve të skuadrës së Naftëtarit dhe ka larguar rrezikun dhe topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë nga lojtarët e skuadrës së Beslidhjes. Është Gurbanov, sa duket, në topin në duar e ka lënë për Gjobe. Gurbanov, gjithë një Gurbanov ka gjuajtur dhe portieri në pozicion ka pritur. Pra ishte një gjujtje, në fakt as gjujtje as krosim, por topi e vështërsoi disi daljen e portierit ose detyroi daljen e portierit për të larguar rrezikun. Dhe është aksion I skuadrës vendase. Azizaj për tek Gjobe, kthyer topi prapa, përsëri Azizaj ka harkuar mjaft bukur nga mesi fush në krahun e djathtë. Është Malaj, gjithë një Malaj dhe goditja nga këndi në favor të skuadrës vendase Naftëtari. Shkon Azizaj për ta goditur goditjen e këndit. Janë 3 goditje nga këndi në favor të skuadrës vendase. Azizaj ka harkuar më shumë se sa duhet. Ka ardhur ndihmë të sulmit dhe kapiteni I skuadrës Naftëtarit, Gjishti. Topi harkuar brenda zonës dhe portieri Molla ka shpëtuar për mrekulli portën. Është minuta e 40 dhe skuadra e Naftëtarit I kishte të gjitha mundësitë për të barazuar, por ka qenë ndërhyrja e portierit të skuadrës së Beslidhjes Molla, I cili me vështërsi e ka dërguar topin në goditje nga këndi, e cila është ekzekutuar me shpejtësi, por pa probleme ka nisur një aksion I shpejt I skuadrës së Beslidhjes. Akansase ka gjujtur, është treguar disi egoist Akansase, ka gjujtur vetë, ndërkohë që kishte mundësi. Dhe në zonën e skuadrës vendase të Naftëtarit ishin 3 lojtarë të skuadrës së Beslidhjes që prisnin një pasim, por Akansase ka menduar të gjuaj vetë e të shpërderoj do të thoja këtë rast. Azizaj e ka marrë mjaft bukur topin, ka shmangur në mes në fushë dhe ka pasuar pastaj në krahun e majtë të sulmit për Brooklyn, I cili ka shkaktuar një goditje dënimi në dëm të mbrojtësit të skuadrës së Beslidhjes Neziri. Dyzet e 1 minuta loj, gjithë një kryeson skuadra amike me gol të shënuar në minutën e 12 nga Akansase, ndërkohë që në minutën e 40 skuadra e Naftëtarit ka patur
të gjitha mundësit për të barazuar, ka qenë një gjuajtje brenda zonës e Azizajt, por portieri Mik me një fluturim akrobatik me dorën e djathtë ka arritur ta largoj topin mbi travers dhe dërguar në goditje në këndi për skuadrën vendase. Më pak se 2-3 minuta në përfundimi i pjesës së parë, ndërkohë që nuk shohim akoma gjyqtarin e katërt për të parë nëse do të kemi ose jo minuta shtesë, ndërkohë që duhet thënë që loja nuk ka patur shumë vonesa, pavarësisht që ritmi i lojës nuk është ngjitur në nivelin mesatar, është një lojë e vakët, një lojë që ka patur vetëm 2 momente. Momentin kur skuadra mike e Beslidhjes ka shënuar golin e vetëm deri në këto minuta dhe ka një rrëshqitje të portierit të skuadrës vendase dhe një hezitim të Hilës me portën e boshatisur. Moment që regjistrohet në minutën e 43. Hila me kokë, me portë boshatisur gjuan jashtë. Ndërkohë që portieri i skuadrës vendase Refat ka rrëshqitur dhe rënë për tokë dhe Hila e kishte portën e boshatisur, ka gjutur me kokë dhe topi ka dalur jashtë kuadratit. Pra ka ndodhur ajo që s'du të ndodhe, ishte më e vështirë për ta nxjerrur topin jashtë kuadratit se sa për ta orientuar drejt portës, por Kruja, gjithë një Kruja me topin zotrim ka pasuar për tek Mehmeti, më pas Gurbanov, Gjove ka harkuar topin, por portieri ka dalë dhe është me topin zotrim portieri i skuadrës Refat. Sipas kronometrit ton natyrisht luhet minuta e fundit e pjesës parë, pra minuta 45, vazhdon të udhëheqë skuadra mike e Beslidhjes dhe në kohë të rregullt, shumë korrekt, gjyqtari kryesor ka sinjalizuar përfundimin e 45 minutave të pjesës së parë, e cila nuk pati minuta shtesë, edhe për faktin se loja nuk ka patur ndërprerje dhe ndërpresim transmetimin e drejt për drejt për të ritakuar pas një pushimi të shkurtur prej 15 minutash. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Përshëndetje miq, jemi këtu në stadiumin e Kuqovës që sapo ka përfunduar ndeshja, jemi me arkitektin e këtij suksesi. Elvis Flori, si ndjehet? Normalisht ndjehem mirë, faleminderit për fjalët, faleminderit për mbështetjen dhe për gjithçka që keni bërë ju në këtë rrugtim. Ndihem shumë mirë, ndihem krenar për Djem, ndihem krenar për qytetin, ndihem krenar për Beslidhje. Arrit në një objektiv i cili ishte vënë që në fillimet e punës tonë. Pra jam shumë i kënaqur me çfarë kemi arrit, por jam i kënaqur edhe me mënyrën se si e mbyllëm me një fitore ku serioziteti i çunave u tregu deri në minutën e fundit. Është një fitore shumë plançe. Spari është fitore ndoshta e vetme e një skuadre pa humbur një kampionat. Po, unë e kam pas fatin ta bëj edhe me një skuadër me Tërbunin kur dolëm në Super League, një kampionat i cili fillohet dhe mbarohet pa humbje, edhe e kisha si detyrë morale që kur e fillova me këtë skuadër ta realizoja apo kështu. Jam shumë i kënaqur, e cili këto djem
edhe në ndeshje nëse mendohen të jo fort të motivuara për arsye se ne kishim dalë matematikisht një javë përpara, tregojnë respekt jo vetëm ndaj nesh, jo vetëm ndaj klubit, por tregojnë respekt ndaj vetes tyre. Pra ju e pat, ato nuk toleruan në asnjë dy luftim, ato nuk ose mbrapsen në asnjë duel, pra kërkunin me fitu ndeshjen, në të atij që me respektu jo vetëm ne, jo vetëm presidencën, por edhe kundërshtarin. Kjo është një diçka e mirë, e cila unë uroj që të vazhdojnë kështu me këtë punë dhe me këtë seriozitet. Më ka bërë përshtypje një deklaratë e Raboshtës në fitoren e radhës, ndërkohë që kishim edhe 3 ndeshje pa luajtur, dhe unë i thash që me 6 pikë dhe një barazim, ai mu përgjigj. Jo, ne do të marrim 3 fitore. Vetëm atëherë kemi fituar tamam. Pra, them drejtën, skuadra është rrit nga ana fizike, kuptohet ka pas një ndryshim shumë të madh në fazën e dytë dhe duke u rrit nga ana fizike, lojtarët duke pas dhe kualitetin, janë edhe nga ana psikologjike janë të mbushur plot, pra kanë qenë shumë me besim tek vetja dhe me besim tek shokët e tyre, kështu që edhe ajo shprehje Raboshtës është bazuar te kjo pjesë, pra duke ditë se u bënë gjithë u bë një plan jafatgjat i cili në kokat e tyre u mbush me entuziazëm dhe besim. Dhe këtij entuziazmi, këtij besimi, anës teknike profesionale që ju e keni udhëhequr me shumë korreksi, është shtuar dhe një prapavije sigurt ose një mbështetje sigurt financiare e presidencës me kryezotin Fushaj. Absolutisht po atë nuk ishin bërë si gjë. Sa do të flasim ne, ajo është kryesorja, sepse nuk është e lehtë për me mbledh lojtarë të tillë siç i patëm ne në xhirin tonë ose siç i kemi ne në xhirin tonë. Pra nuk është e lehtë dhe duke u bazuar aty garancia, korreksia dhe të gjitha këto e bënin që ne të dalnim përballë sportistave me një vetbesim dhe me një punë e cila nuk lën që të mendosh. Janë emocione dhe momente vërtet emocionuese edhe për mua si komentator dhe transmetues, teksa jam pjesë figurative e kësaj kupe, në kuptimin figurativ, dhe më gëzon ky fakt. Ndërkohë do të thoja për audiencën që Elvis Plori ka dhënë shembullin më të mirë të mundshëm kudo që ka punuar. Me të vetën që Plori nuk bën kompromis me korreksin dhe me profesionalizmin. Them drejtën, është kënaqësi kur rrezohesh me trofe, por nuk duhet mendu sepse ajo që mbaroj. Pra unë e kam profesion dhe është kënaqësia më e madhe imja që pasionin e kam kthyer në profesion, dhe kështu që ja bëj, siç e themi ne shqiptarët, ja bëj smedhin maksimum, por ndoshta në fillimet e çdo ekipi ose në çdo skuadre fillimet nuk janë të lehta, por duke pas besim tek sjellja dhe duke pas besim tek puna, pra tek korrektsia, gjithmonë ecë përpara. Duhet ta theksojmë. E thash edhe pak më parë, pra nuk respekton vetveten, por respekton edhe kundërshtarin në momente kur tregohesh serioz dhe me seriozitet e fillon dhe me seriozitet e mbyll. Kemi dhe një sfidë. Pra kemi dalur me sukses në të gjitha sfidat e deri tanishme. Kemi dhe një sfidë ndeshje me ekipin që do dal e para në grupin B, nuk e di, do të jetë Butrinti apo Oriku. Ka një ndeshje Oriku Butrinti që do të luhet në fushën e Orikut dhe edhe një sfidë përpara, po thej unë edhe një hap apo si. Jo, ato janë dy skuadra të cilët nesër ndajnë se cila do të jetë finalistja, pra cila do të jetë me ne për fitimin e trofeut të dy kategorive, pra të dy grupeve në kategorinë e dytë. Dhe unë them ajo është një ndeshje finale, ku ndeshjet finale nuk kanë si them unë janë të barabarta, pra nuk dihet se nga mund shkoj, por unë mendoj dhe që këto momente kam filluar me mendu për atë ndeshje, pra duke ditë se ne me këtë grup si kemi duhet të synojmë ta fitojmë atë trofe, duhet të vazhdojmë me seriozitet që ditën e hane, pra kemi një plan e cila duhet të kemi seriozitet në seancat servitore, po ashtu e pa dhe ju sot kishte ndërthurje, pra kishin disa lojtarë të cilët unë zëvendësova në mënyrë të atij që të kenë të gjithë gjendje fizike të mirë për finale. Pra i kemi vënë rëndësi dhe duam që të shkojmë me seriozitet për me luajtur për me fituar atë finale. Ju urojmë suksese zoti Plori, ndërkohë që bëjmë dije ndjekësit dhe dashamirët e futbollit Beslidhjes se do të jemi drejt për drejt në ato transmetim kudo që të zhvillohet ndeshja. Faleminderit juve, ju përshëndes gjithëve, ju përshëndes të gjithë tifozave, përshëndes gjithë lezhën dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e saj. Faleminderit. Faleminderit. Mbyllëm këtë transmetim, këtë intervistë me
trajnerin Elvis Plori, i cili lexoshin lehtë emocionet e tia, përgjësia e tij e konkretizuar deri tani, por edhe ngarkesa për ndeshjen e radhës, do të thoja, me njërin prej ekipeve të grupit B, ose me Butrintin e Sarandës, ose me Orikun e Vlorës. Ndeshje të cilën Beslidhja do të luaj për ta fituar, për të shkuar, si të themi, deri në fund udhës dhe rrugtimit të fitoreve. Ndërkohë që së bashku me mikun tim, Agustin Cinmarini, institucionin mediatik personal, do t'jemi për të përcjellë dhe ato emocione kudo që ndeshja zhvillohet. Deri atëherë, nga unë Martin Dedaj, nga stadiumi i Kuçovës, miru dëgjofshim në transmetimet të tjera.